E keni parasysh atë ndjesin, kur përpiqeni me gjithë shpirt të lidheni me dikë, por në fund distanca mes jush bëhet edhe më e madhe. Sot do të zbërthejmë pikërisht këtë kod misterios të komunikimit. Do të kuptojmë pse qëllimet tona më të mira shpesh dështojnë, dhe më e rëndësishmja, si t'i japim fund atyre heshtjeve të gjata e të pafundme. Kjo është pyetja që të gjithë ja kemi bërë vetes her pas here. Po sikur problemi të mos jetë fare tek ajo që themi, por tek një gjuhë e padukshme që flasim pa e kuptuar. Përgjigja, besoj do t'ju habis. Imagjinoni pak dy kompjuter, njëri Mac dhe tjetri PC. Të dy mund të shkruajnë fjalën ndim, por për njërin kjo do të thotë më jep një zgjidhje praktike dhe shpejt. Për tjetrin do të thotë më dëgjo, thjesht kupto si po ndihem. E shihni, konflikti nuk lind nga qëllimi i keq, por nga këto dy sisteme operative që funksionojnë krejtësisht ndryshe. Dhe këtu qëndron ironia më e madhe. Ne e quajmë paradoksi i vullnetit të mirë. Sa më shumë përpiqemi të ndihmojmë, të lidhemi, të bëjmë gjën e duhur, aq më shumë e thellojmë hendekun. Le ta zbërthejmë këtë fenomen kaq të çuditshëm. Mirë atëherë, le të futemi në thelbin e çështjes. Do të shohim dy kodet kryesore të komunikimit, që pa e ditur ne, funksionojnë në prapasken dhe shkaktojnë gjithë këtë konfuzion. Gjithçka fillon pikërisht këtu, te vetë qëllimi i bisedës. Për njërin kod, komunikimi është një mjet, si ta arrim nga pika A te pika B, si ta zgjidhim këtë problem. Për kodin tjetër, biseda është një urë, një mënyrë për të krijuar lidhje emocionale. Njëri kërkon një plan veprimi, tjetri kërkon mirëkuptim. Dhe kujdes, këto janë thjesht tendenca, jo rregulla të prera me thik. Të gjithë ne përdorim pak nga të dyja. E tani, bëhet edhe më interesante, sepse këtu hyn në lojë biologjia. Në stres, truri ynë çliron hormone të ndryshme. Oksitocina, që njihet si hormoni i lidhjes, na shtyn të flasim, të ndajmë atë që ndjejmë për të ndier më mirë. Nga ana tjetër, kortizoli, hormoni i stresit, na bën të tërhiqemi, të kërkojmë hapësirë për të analizuar situatën. Ja pse shpesh njëra palë kërkon të flas, ndërsa tjetra mbytet në heshtje. Të dyja janë reagime biologjike krejtësisht normale. Po besimi, edhe ai nuk ndërtohet një lloj. Për disa, besimi forcohet duke punuar krah kë krah në një projekt, duke bërë diçka bashk. Për të tjerë, ai ndërtohet përmes një bisede të thellë, sy më sy, duke ndarë mendime e ndjenja. Njëri kod lidhet përmes veprimit, tjetri përmes fjalës. Dhe ja ku arrim te gabimi themelor, ai që bëjmë të gjithë. Ne supozojmë se të tjerët funksionojnë me të njëjtin sistem si ne. Kur përgjigjja e tyre nuk është ajo që presim, nuk mendojmë, ata flasin një gjuhë tjetër. Jo. Ne mendojmë, atyre nuk u intereson, dhe pikërisht këtu lind konflikti. Në rregull, mjaft me teori, le të shohim këto dy kode në veprim në botën reale. Ja një skenar klasik nga zyra, një përplasje që ndodh çdo ditë e që ndoshta tingëllon shumë e njohur. Imagjinoni këtë. Elena, një drejtuese ekipi, hyn në zyrën e Ardit, menaxherit të saj. Ajo ka nevojë të flasë për një problem me projektin dhe ka një shqetësim për të ndarë. Vini re se si po e nis Elena bisedën. Ajo nuk po kërkon një plan me 3 pika. Ajo po përdor kodin e saj për të krijuar lidhje, për t'i thënë në thelb. Shikoje situatën nga këndvështrimi im, ndjeje pak të presion bashkë me mua. Po Ardi? Ai dëgjon fjalën problem dhe sistemi i tij operativ kalon menjëherë në modalitetin zgjidhje. Pa hezitim, ai ofron një plan të shpejtë e logjik. Për të, misioni u krye. Efikasitet maksimal, problemi u zgjidh. Dhe ja ku e kemi, përplasja frontale e dy kodeve. Elena ndihet totalisht e padëgjuar. Ardi ndihet i frustruar sepse ndihma e tij efikase u refuzua. Pjesa më e keqe, të dy menduan se po bënin gjën e duhur. Të dy kishin qëllime të mira. Atëherë, si dilet nga ky cikël i pafund keq kuptimesh? Për fat të mirë ekziston një zgjidhje, një çelës i fuqishëm që mund të hap derën e komunikimit të vërtet. Kjo zgjidhje quhet metakomunikim. Çfarë do të thotë? Shumë thjesht, të flasish për mënyrën se si do të flasish. Është sikur t'i thuash personit tjetër, "Hey, prit pak, për këtë bisedë kam nevojë të përdorësh këtë program, jo atë tjetrin." Pra i jep manualin e përdorimit përpara se të nisë biseda. Tani, le ta riluajmë të njëjtën skenë. Shikoni se si një fjali e vetme në fillim e ndryshon komplet lojën. Elena i jep Ardit kodin e duhur. Dhe çfarë bën Ardi?
Në vend të një zgjidhje të thatë, ai ofron mbështetje. Në vend të konfliktit, kemi lidhje. I njëjti problem, por rezultat krejtësisht tjetër. Ky ndryshim në dukje i vogël, në qasje, mund të transformojë të gjithë dinamikën e ndërveprimeve tona, si në punë, ashtu edhe në jetën tonë personale. Pse ka kaq shumë rëndësi kjo? Sepse na ndihmon të kuptojmë pse shpesh njëra palë ndihet sikur po i flet murit, ndërsa tjetra ndihet sikur po mbytet në një oqean detajesh emocionale. Nuk ka lidhje me keqdashjen, është thjesht një përplasje kodesh. Dhe kjo na sjell te pyetja thelbësore. Po sikur të hiqnim dorë nga përpjekja për të gjykuar të tjerët, sipas rregullave tona. Çfarë do të ndodhte nëse do të bëheshim përkthyes në vend të gjykatësve të komunikimit? Pra, herën tjetër që do të gjendeni në një keq kuptim, ndaloni për një moment dhe pyesni veten, apo më sulmon ky person, apo thjesht po dëgjoj një gjuhë që nuk e kuptoj. Sepse kur kalojmë nga gjykimi te kurioziteti, nuk përpiqemi më të fitojmë një debat, përpiqemi të kuptojmë një botë tjetër. Dhe ky miq është çelësi për të thyer kodin.